Ta sqarim kështu. Prokuroria ka kërkuar arrestimin me burg ose arrest shtëpie përmes zëvendësimit masës. Thot prokurori. Ajo duhet lexuar ke relacioni imunitetit. Ka kërkuar për zëvendësim mase apo ka kërkuar caktimin e masës? Prokurori po më thotë që prokuroria ka kërkuar arrest me burg. Është normale, janë rënduar rrethanat. Atëherë është ajo që tham pak më lejoneni 260 i kodit procedurës penale për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Kur ti cakton një masë dhe ajo masë nuk është më e përshtatshme sepse dalin rrethana të reja që e rëndojnë pozitën e personit, prokuroria kërkon zëvendësimin e masës. Kjo në rast se është shprehur në imunitet është e qartë fare. Por e lejon procedura penale dhe kur ke dy fakte të kërkosh një masë të re sigurimi. Kaq e thjeshtë është. Pra, nuk e di nëse mund ta citoj tani njoftimi i vendimmarrjes, dua ta lexoj. Kështu thuhet, njoftim vendimarrje. Se po bëjmë lëndë tani me këtë pjesën. Gjykata kushtetuese mbledhur sot në datën 6/2/2026 mori në shqyrtim çështjen me kërkesë të Kryeministrit Republikës së Shqipërisë me objekt të zgjidhja e mosmarrveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet Kryeministrit dhe Këshillit Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar nga ana tjetër, shfuqizimi vendimeve gjyqësore të gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pjesën që ka disponuar vendosjen dhe vazhdimin e masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës dhe energjisë, si edhe interpretimin e pikës 3 të nenit 103 të kushtetutës. Paraprakisht, gjykata vlerëson një zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103.3 i kushtetutës në lidhje me nenet 73.1 dhe 2. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242 paragrafi 2 i kodit procedurës penale, sipas cilit masa e pezullimit të ushtrimit të një detyre e shërbimi publik nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Gjykata thekson se sipas kushtetutës, sistemi i qeverisë bazohet në parimin e shtetit të së drejtës, sipas të cilit edhe ministrat i nënshtrohen ligjit dhe mund të mbahen ligjërisht përgjegjës nëse shkelin atë. Ndër parimet e tjera themelore janë edhe ato të epërsisë së kushtetutës, si ligji më i lartë dhe zbatimi drejt për drejt i dispozitave të saj, detyrimi i shtetit për të vepruar brenda bazës dhe kufive të së drejtës dhe ndarja dhe balancimin nëpërmjet pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Është gjatë në fakt, nuk e di nëse mund të marr pjesët më nuk ka Nisida, unë kam shkresën këtu ku prokuroria i ka kërkuar, ta kam thënë aty në çfarë regjistë, është një shkresë datës 16 dhjetor. Prokuroria i kërkon kuvendit zëvendësimin e masës, ja do ta lexoj. Pra, përcjell kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë të deputetit, ministrit, zëvendës kryeministres Belinda Balluku, nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit personal nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit e parashikuar nga neni 233 i kodit procedurës penale dhe pezullimin në ushtrimin e detyrës të shërbimit publik e parashikuar nga neni 242 i kodit procedurës penale në atë të arrestit me burg në shtëpi parashikuar nga nene 238-237 kodi procedurës penale e tjere. Domethënë është e qartë, ky është debati ku prokuroria. Ja, pse duhet bërë ky debat, sepse me shumë të drejtë u konfirmua. Na jepet të drejtë në atë që tham pak më parë. Kemi një fakt të ri penal, ka fakte dhe rrethana të reja për çështjen dhe këtu bie ajo alibia që po diskutojnë juristët për të thënë që kemi 3 masa sigurimi. Jo, nuk kemi 3 masa sigurimi, po zvendësohet një masë sigurimi me lehtë me një masë sigurimi të lloj tjetër shtrënguese më të rëndë. Dhe këtë e lejon kodi procedurës penale dhe prokuroria e posaçme për të qenë korrekte shkon në parlament për të zgjidhur situatën. Pra kemi fakte të reja penale dhe nuk kanë lidhje gjykata kushtetuese me atë çka do vendos Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Dhe për dispozitivin që ju lexuat, ishte i qartë dhe i pastër që ne nuk kemi të bëjmë një vendim, patjetër që 4 pro dhe 4 kundër të japi argumentat dhe arsyetimit. Tani, më vjen informacioni që Xhafer Llari, Vokshi, Toska, Beci janë ata që kanë votuar pra kundër Ramës në këtë rast. Kundër kërkesës. Jo, pyetja kundër kërkesës. Se Rama e çoi në kushtetuese pra Këshilli i Ministrave. Se pyetja në thelb është ajo që bëre më herët që a kemi siguri që rrit besimi të drejtësia apo jo. Apo jo, dhe
është ky një hap përpara drejt bërjes drejtësi. Unë mendoj që procesi është shumë i gjatë. Të kesh besim të drejtësia dhe thotë të kesh ndërtu demokraci, në fakt. Pra, u zgjith konflikti apo u shty zgjidhja për një fazë tjetër, zotë Lubonja? Unë mendoj konflikti, jo konflikt. Po mirë pra, në thonjza, nëse mund të që. Gjeja kryesore këtu, unë e kam thënë, se në qoftë, këtu kanë ndikuar edhe faktori ndërkombëtar, pa dyshim, edhe ata janë në presion, dhe vetë gjykata kushtetuese janë në presion, edhe Rama në presion, dhe sa ko që varet nga opinionet e Brukselit, s'është drejtësi e pavarur, e para. E dyta, fakti që merret Balluku, edhe si kur të merret, ashtu si që u morën tjerët për para, nuk tregon që drejtësia po vepron deri në themel. Mund të merret dhe Balluku dhe askush mund mos gëzohet, sepse si që u morën këta tjerët për para, me akuzat mund t'jenë të limituara, dënimet. Por, zotë Lubonja, kam një pyetje. Në këtë rast, a kemi drejtësit pavarur, a ndërtum drejtësit pavarur, është proces shumë i gjatë. Kam një pyetje, zotë Lubonja, që në kryet herës. Kjo çështje mund të zgjidhej politikisht, me një shkarkim, me një dorëheqje, ajo që kemi diskutuar. Pra u desh dhe u çua për ta zgjidhur gjyqësori. Gjykata kushtetuese, a i kthen kështu reston politikës? Të ndërhyj pak, gjykata kushtetuese nuk është gjyqësor. Nuk është pjesë e sistemit gjyqësor. Është gjykat me lartë. Kur nuk zgjidhet politikisht, sistemit gjyqësor. Është mes politikës dhe jurisprudencës. Dhe normal që do presim të bëj dhe, po themi, interpretime të gjëra politike. Nuk është pjesë e sistemit gjyqësor. Gjykata kushtetuese, pa dashje, kur them pa dashje se doli 4-4, sot ja la të drejtën e plot sistemit gjyqësor të zgjidhë çdo situatë që ka lidhje jo vetëm me këtë çështje, por që ka lidhje me korrupsionin në Shqipëri, me nivelin e krimit organizuar dhe me tërë elementet. Ja la apo nuk ja la, se gjithsesi s'ka marrë vendim, nuk ja la. Ja la pa dashje thash. Ja la pa dashje, do zgjidh ajo. Po, nëse s'ka marrë vendim, do zgjidh sistemi gjyqësor tani, se s'ka ku kjo si precedent. Vazhdim thot zoti Lubonja, jo me këtë rastin. Në këtë rast ne jemi qartë me këtë, ne po themi në vazhdim. Në vazhdim të themi diçka tjetër. Në vazhdim do vazhdoj prapë prokuroria të njëjtën gjë, sepse neni 242 i Kodit Procedurës Penale është në fuqi. Nuk erëzoj. Ideja është këtu. Jo, është prapë siç ishte prokuroria. Ideja është këtu që supozojmë rastin që një ministër tjetër i Ramës po do e bëj. I ndodhe njëjta gjë. Do e bëj prokuroria. Nuk pengohet ta bëj. E bën prokuroria Rama me një gjykatë kushtetuese me 9 veta, ka drejt shkoj prapë thotë kjo është shkelje dhe merret një vendim dhe krijon precedent. Prandaj nuk është zgjedhur gjë natë. Shkatë drejt. Nuk i referohemi dot këtij vendimi. Jo, ky vendim nuk quhet, nuk i referohesh dot. Ky është thelbi. Or jo vetëm aq, po dhe për këtë kërkesë Rama mund t'i drejtohet pas disa kohësh. Po për të njëjtën kërkesë. Atëherë mendoj që shiko, për mendimin tim gjëja kryesore është parlamenti. Se ky ka krijuar barrierë me parlamentin, ka bllokuar drejtësinë me parlamentin, ka bllokuar drejtësinë deri tani e bllokoi dhe me gjykatën kushtetuese dhe a do të çlirohet drejtësia nga pushteti legjislativ, nga pushteti ekzekutiv apo jo, është një çështje e hapur. Vullneti politik është më i rëndësishëm këtu dhe unë mendoj që vullneti politik e ka treguar Rama qartazi, nuk është për atë drejtësi, është për ta përdorur si fasad dhe këtu i shkojmë në Evropë dhe këtu në Evropë njërin tjetër, për nesër mund ndryshojnë qëndrime evropianët për një arsye ose tjetër, ose hyjtim në Europë dhe ti kthehesh atje ku. Tani në këto momente që ne po flasim për gjatë gjithë kohës, ku ka një lajm të fundit, ka një në thonjza tani vendim, sepse ju thoni s'ka vendim, pikërisht këtë. Po, tani zoti Beçi, i tha, po. Duhet të them emrat pro Ramës. Jo, thash ato që ishin kundër kërkesës. Pro ka qenë Mariana Semini, Gent Ibrahimi, Sonila Betja dhe kryetaria e gjykatës Fiona Papajorgji, ka qenë pro Ramës. Tani zoti Beçi, këtë dua të sqaroj pak, këtë pjesën a ka apo jo vendim që nuk po e kuptojnë sepse po shkruajnë pafund. Ta lexoj që ta kuptojnë. Po, për ta thënë thjesht. Neni 74 e ka më thjesht se jo, ose për ta përkthyer Balluku e pezulluar apo jo sepse ka pikë pyetje. Jemi këtu prapë ke mazhoranca. Ky shqyr zotit ligji është bërë në vitin 2000 kur ligjet bëheshin mirë në atë kohë. Jo sot që nuk kuptohet asgjë. Neni 74 i ligjit mbi gjykatën kushtetuese thot shprehmisht, kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë të barabartë ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes nuk votohet me shumicën e kërkuar,
Gjykata kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës. Refuzimi nuk përbën pengesë që kërkuesi të riparaqesë kërkesën në rast se krijohen kushtet për formimin e shumicës së kërkuar. Çdo jurist këtë interpreton, këtu nuk kemi vendim. Kemi një rrëzim kërkese dhe nuk kemi një vendim të arsyetuar për të treguar që do të ecësh këtej apo do të ecësh andej. Dhe kjo nuk mbetet vetëm tek ynen, po fakti që gjykata kushtetuese kemi nenin 72 të këtij ligji ku shprehet për vendimin, nenin 73 ku tregon fuqinë e vendimit dhe pastaj vjen 74 refuzimi, tregon që këtu nuk kemi vendim në interpretim dialektik të neneve të këtij ligji, ne nuk kemi vendim dhe nuk kemi se si të zbatojmë, po themi t'i quajmë detyruese arsyetimet e njërës katëshe apo të njërës katëshe tjetër. Pra ne kemi të rrëzuar, nuk ekziston sot. Sot nuk ekziston as pezullimit dhe kërkesa quhet të rrëzuar. Zëre se kemi nul, jemi kthyer në gjendjen e mëparshme, jemi kthyer në ditën 1. Ky është thelbi.